Allahu thot në Kuranin famëlart, në ajetin 22 të surës Hadid, nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë, e as në trupin tuaj. Pra nuk ndodh asnjë sprov në jetën tuaj o ju njerëz, e që Allahu mos ta ketë atë të shënuar në Leuhi Mahfudh, në librin e tij, para se të ngjajë ajo, para se të vinë në jetë sprova. E kjo për Allahun është e lehtë, sepse tham ai është i gjithditur. Po për çfarë shërben kjo në besimin e besimtarit musliman? Likej la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Që ju si besimtar të vini në besimin e plot që kërkon Allahu subhanahu wa taala, të nënshtrimit, të teslimietit të muslimanit, që ju mos të pikëlloni për çfarë ka kaluar. Çfarëdo që njeriu kalon në jetën e kësaj bote prej sprovave, Allahu thot lere të shkuarën pas. Thuaj ishte kaderi Allahut subhanahu wa taala. Që njeriu mos të rri peng i së shkuarës së tij, sepse ndodh që një gjë që i ndodh njeriu që i bie si fatkeqësi, ai mundet ta vështirësoj jetën e tij, të kaloj në rëndesë të rëndë psikologjike, të rri lidhur fort me të shkuarën. Pse më ndodhi mu kjo, pse më ndodhi mu ajo? Ndërkohë Islami vjen si melhem për shpirtin e besimtarit. Ti që beson në kader të Zotit, Allahu thot, lere të shkuarën, mos të pikëlloj ajo çfarë ka ndodhur. Thuaj kader Allah, me shefal, e caktoi Zoti kaderi ti, çfarë do ai ndodh, shiko përpara. Por edhe kur të shikosh në të ardhmen, Allahu thot, edhe që mos t'ju kapi një lumturi që s'duhet të jetë në zemrën e besimtarit, shpresë plot që të jetë i sigurt në atë çfarë ai posedon në këto momente. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë kështu: nëse njeriu është begatuar nga Allahu subhanahu wa taala me mirësi, me pasuri, me një pozicion të caktuar, njeriu të fillon t'i pëlqej vetvetja e tij. E kur i pëlqen njeriu vetvetja e tij, posti i tij, pasuria e tij, ai thot tani unë kam jetën terezi, asnjë gjë nuk më ndodh mua. E kam siguruar jetën time. Jo, thot Allahu subhanahu wa taala. Ti mos u fut tek punët e Zotit, mos u fut tek kaderi i Allahut, mos u fut tek dituria e tij dhe të pretendosh se di të ardhmen se çfarë do ndodh në jetën tënde. Por ti si besimtar, çdo hap të jetës tënde duhet ta hedhësh me tevekul i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala.